Kristofor Kolombi, 1451-1506. Duke u përpjekur të gjente rrugën perëndimore nga Evropa për në Azi, Kolombi rastësisht zbuloi 2 kontinentet e Amerikës, duke realizuar kështu një ndikim shumë më të madh lidhur me historinë njerëzore, se ç'mund ta parashikonte edhe vetë. Zbulimi i tij që shënon fillimin e epokës kërkimore dhe të kolonizimit të botës së re, është një çast vendimtar dhe një kthes në histori. Me këtë, Evropës ju hapën 2 kontinente të reja për emigrimin e popullsisë së tepërt, ndërsa territoret e reja u bën burim pasurimi me minerale dhe lëndë të para, të cilat e shndruan ekonominë e saj. Ndërkohë, zbulimi i Kolombit solli zhdukjen e civilizimit të indianëve të Amerikës dhe formimin e kombësive të reja, shumë të ndryshme nga fiset indiane të atyshme, të cilat kanë luajtur dhe luajnë rol të madh për popujt në botën e vjetër. Jeta e Kolombit është e njohur mirë. Ai është lindur në Gjenovë të Italisë në vitin 1451. Ka qenë marinar i suksesshëm dhe kapiten anijeje. Prej kohësh kishte dëgjuar për mundësinë e gjetjes së rrugës për në Azinë lindore përmes Oqeanit Atlantik. Ndaj, me këmbëngulje kërkoi që të kryej ky kërkim. Më në fund, mbretëresha Izabel u bindi ta financonte atë për të kryer këtë pikësynim. Më 3 gusht të vitit 1492, Kristofor Kolombi, së bashku me ekspeditën e tij, la Spanjën. Së pari ai mbriti në ishujt Kanarike afër bregut afrikan, që andej, më 6 shtator lundroi për në perëndim. Udhëtimi ishte i gjatë dhe i vështirë. Marinarët të trembur donin të ktheheshin, por Kolombi urdhëroi vazhdimin. Më 12 tetor të vitit 1592, marinarët pan tokë, miniera dhe galeri. Në marsin e vitit tjetër, Kolombi bashkë me ekspeditën e tij u kthye si fitimtar në Spanjë, ku ju bën derimet e dhura. Pas kësaj, ai ndërmori dhe 3 ekspedita të tjera përmes Oqeanit Atlantik, gjithnjë me synimin për të arritur në Kinë ose Japoni. Ai vazhdonte të këmbëngulte se kishte zbuluar rrugën për në Azinë lindore, por që në atë kohë shumica e njerëzve besonin se kjo nuk ishte e saktë. Mbretëresha Izabel i premtoi Kolombit funksione drejtuese për çdo vend të ri që do të zbulonte. Por ai nuk u tregua administrator i mirë, u çlirua nga çdo detyrim, duke kryer çdo veprim në kokë të vet. Pikërisht për këtë, atë e kthyen me pranga në Spanjë. Ai u la i lirë, por pa fituar asnjë funksion të lartë të premtuar nga mbretëresha. Megjithatë, kur vdiq, në vitin 1506, ishte mjaft i pasur. Sido që të jetë, udhëtimi i parë i Kolombit ka rëndësi vendimtare për historinë evropiane dhe aq më tepër me 2 Amerikat. Fakti që çdo fëmijë në Amerikë e di vitin 1492 flet shumë. Përballë kësaj, mund të diskutohet për vendosjen e Kolombit kaq përpara në libër. Një nga argumentet mund të jetë fakti se Kolombi nuk është zbuluesi i parë i botës së re. Marinari vikingas Leif Erikson kishte arritur në Amerikë disa shekuj para Kolombit dhe ende nuk është zgjidhur problemi nëse edhe evropian të tjerë e kanë kapërcyer Atlantikun pas vikingut dhe para Kolombit.
në vështrim historik, Eriksoni nuk është figurë e rëndësishme, sepse për zbulimet e tij nuk dihet asgjë, dhe ato nuk kanë shkaktuar ndryshime as në Evropë e as në Amerikë. Nga ana tjetër, për zbulimin e Kolombit u mor vesh me njëherë në Evropë. Vetëm disa vjet pas kthimit të tij dhe si rezultati i zbulimeve të tij drejt botës së re, morën rrugën ekspedita të panumërta, duke filluar kështu dhe kolonizimi i territoreve të rinj. Në fillim të shekullit të 16, Evropa ka qenë në shpërthim. Tregtia u zgjerua shumë, kërkimet gjeografike ishin bërë të domosdoshme. Dihet që shumë kohë përpara Kolombit, portugezët kërkonin me këmbëngulje rrugë të reja drejt Indisë. Sido që tjetë, Amerika herët avon do të zbulojë nga evropianët. Megjithatë, pasojat do të ishin krejt ndryshe në qoftë se ajo do të ishte zbuluar në vitin 1510, për shembull, nga ekspedita franceze apo angleze dhe jo nga Kolombi në vitin 1492. Në çdo çast, Kolombi është ai që zbuloi në të vërtetë Amerikën. Edhe një argument i mundshëm është fakti se në kohën e udhëtimit të Kolombit, në shekullin e 15, shumë evropian e dinin se toka është e rrumbullakët. Shekuj më parë këtij hipoteze kanë hedhur filozofët e lashtë grek, por mbështetja e kësaj hipoteze nga Aristoteli ishte e mjaftueshme, që evropianët e arsimuar të shekullit të 15 ta pranonin këtë. Por Kolombi nuk vlerësohet për argumentin se bota është e rrumbullakët. Në të vërtetë, ai nuk arriti ta vërtetonte atë. Ai ishte i lavdishëm për shkak të zbulimit të botës së re. As Aristoteli dhe as evropianët e shekullit të 15 nuk e kishin menduar se ekzistonin dhe 2 kontinente të tjerë të Amerikës. Karakteri i Kolombit nuk vlerësohet si i mirë. Mendohet se ka qenë shumë i pangopur, lakmitar dhe ziliqar. Vetëm për të pasuruar dhe për të përfituar sa më shumë, ai e bindi Izabelën të financonte ekspeditat e tij. Me indianët u soll shumë keq, por nuk është e drejtë të gjykojmë sipas normave të sotme etike. Këtu nuk flasim për personalitetet më fisnike të historisë, por për njerëzit më të shquar, që kanë ndikuar fuqishëm në zhvillimin e historisë njerëzore. Dhe sipas këtij kriteri, Kolombi e meriton plotësisht vendin midis 10 të parëve në këtë libër.